Si një traditë e bukur e përvitshme, nxënësit e shkollës së mesme 28 nëntori, me rastin e festave të fundvitit, kanë organizuar në ambientet e pedonales panajirin e promovimit të gjuhës angleze, studimeve angleze dhe amerikane me mbështetjen e ambasadës amerikane dhe Bashkisë Shkodër. Nga vitparistat e këtij gjimnazi, qëllimi i këtij panajiri është të paraqesë dy kultura, ato britanike dhe ato amerikane, por është edhe një qëllim tjetër shumë i rëndësishëm, me cilin me këto buxhet që do mbledhim, do i hyjmë ndihmë shtëpisë së fëmisë edhe azilit të pleqëve. Dhe këtu ka produkte ushqimore, gjithashtu edhe mjetet e tjera që mund të jenë mësimore apo piktura. Një aktivitet shumë të lezetshëm, të cilët tonë nxënësit e morën me qejf, edhe ne thamë pse jo, pse mos me bëni, se është një gjë shumë e bukur që me kanë për shumë gjatë, edhe dallohet edhe puna jonë, edhe ne jemi të kënaqur me këtë gjë. Ky është viti i dytë i organizimit të këtij panajiri, për vetë formën që realizohet në qytetin e Shkodrës nga nxënësit e shkollës së mesme 28 nëntori, me mbështetjen edhe të mësuesës së gjuhës angleze Edra Sulo. Objektivi i këtij panajiri, i cili do të qëndrojë i hapur për 3 ditë me radhë, është informimi i nxënësve për mundësitë e studimeve në Amerikë dhe Angli, por njëkohësisht që ofrojë qytetarëve mundësinë për të kontribuar në shifra minimale, duke mbledhur më pas të ardhurat, të cilat do të shkojnë për fëmijët në nevojë dhe azilin e pleqëve në Shkodër.